Në zemër të Prishtinës ndodhet Muzeu Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova, objekti ku u vun themelet e shtetit të Kosovës. Kjo ndërtesë e vogël, por me histori të madhe, ndodhet në gjendjen më të keqe që nga shndërrimi në muze në fillim të viteve 2000. Dëmtimet në muret e ndërtesës vrehen ngado. Në dysheme e gjurmët e rrjedhjes së ujit në tavanin e objektit. Një kohë të gjatë muzeu nuk ka as energji elektrike. Koha e ka bërë të vetën edhe me derën e hyrjes dhe atë brenda objektit të muzeut. Në muze vazhdon të jetë e hapur ekspozita Rezistenca paqësore dhe shtetëndërtimi 1989-1999 e hapur në vitin 2020. Por muzeut i mungojnë edhe artefaktet e presidentit Ibrahim Rugova. Raftet ku do të duhej të ishin këto artefakte ka vite që janë të zbrazta. Drejtues të Muzeut të Kosovës, por edhe zyrtar të Ministrisë së Kulturës konfirmojnë gjendjen aktuale në këtë muze. Sipas tyre, shumë shpejt do të nisin procedurat për të mundësuar renovimin e muzeut. Në aspektin e ndërtesës do të thoja, pajtohëm, e thash edhe një herë, nuk është në gjendjen më të mirë, nuk ka telashe konstruktive ndërtesa si ndërtesë, po ka nevojë për një renovim të tërësishëm, do të thoja, të ndërtesës në përgjithësi dhe të oborit dhe normalisht të ndryshimit të instalimeve, respektivisht vendosjes së instalimeve të reja. Ne kemi përgatitur kërkesën në kuadër të kërkesave buxhetore për këtë vit dhe fillimisht presim hartimin e projektit. Kemi një avantazh të vogël do të thoja në kuptimin e kësaj procedure për faktin që posedojmë projektin e gjendjes ekzistuese dhe shpresojmë dhe pres që Ministria e Kulturës ta mbështet hartimin e projektit dhe më pas dhe renovimin e ndërtesës në tërësi. Drejtoresha Aliu thot se artefaktet e presidentit Rugova ndodhen në objektin e muzeut kombëtar dhe do të kthehen pas renovimit dhe hapjes së ekspozitës së përhershme në këtë muze. Për sa i përket renovimit, ne synojmë që të kryhet brenda këtij viti. Për faktin që edhe si projekt nuk merr shumë kohë, edhe si renovim nuk merr shumë kohë. Ajo që kërkon, po besoj pak më shumë kohë dhe jo vetëm për atë ekspozitë, sepse tani nuk mund të them që ai muze është më i rëndësishëm se ky muze apo muzeu kombëtar si muze am, po secila ekspozitë e ka peshën e vet, të rëndësinë e vet. Normalisht për këtu flasim edhe për koleksionet, për atë sa janë pjesë integrale e fondit muzeor, të gjitha janë të rëndësishme. Po kërkojnë kohë, edhe po marrin kohë, mos të harrojmë këto dhe anën procedurale, do të shpalljen e procedurës në shkrimin e kontratës, po kërkojnë angazhim dhe mbi gjitha po kërkojnë një përgjegjësi shumë të madhe. Do të vendosja e ekspozitave në ndërtesat e muzeve kërkon një përgjegjësi shumë të madhe. Kështu që ne do të synojmë që këto t'i përmbyllim brenda aktiviti. Bislim Bislimi, sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Kulturës, thot se projekti dhe ndërhyrjen e plotë restauruese në këtë objekt do të nisë shpejt. Por Bislimi e shet të pamundur që brenda këtij viti të përfundojë restaurimi. Renovimi nuk do të kryhet brenda këtij viti, nuk mendoj se mund të kryhet brenda këtij viti. Ne sigurisht se do të donim që këtë përfundoj vitin 2026, por besojmë që projekti do të hartohet me cilësi dhe me kontroll adekuate, por po ashtu presim që të filloj puna brenda këtij viti, mirë po përfundimi i realizimit të punimeve nuk mendoj që do të përfundoj brenda këtij viti për të qenë realist në, si më thonë, në parashikime dhe në pritjet e publikut. Për ta shndruar atë në një hapësirë dinjitoze të reprezentimit të asaj trashëgimie politike, kulturore, shoqërore të vendit tonë. Zakonisht ne kemi bërë hapa drejt hartimit projekteve cilësore, edhe pastaj projektet e derivojnë buxhetit. Jo e kundërta që buxheti të përcaktojë nivel të ndërhyrjeve, por nevoja të përcaktojë nivel të ndërhyrjeve.
Pavarësisht gjendjes, muzeut nuk I mungojnë vizitorët. Bekim Gashi, koordinator në Muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova, thot se fluksi më I madh I vizitorëve është gjatë festave. Vizitat në këtë muze zakonisht janë më të shumta kur kemi bëjmë me data historike. Për shembull, kur e kemi shpalljen e pavarësisë së Kosovës, 28 nëntorin shpalljen e pavarësisë së Shtetit Shqiptar, ditëlindjen e presidentit, rastin e vdekjes së presidentit, 2 korrikun 7 shtatorin, 24 maj që është dita e presidentit që në historinë tonë 3 mbas luftës presidenti për shkak të zgjedhjeve të para presidenciale në atë kohë datën 24 maj e ka futur në listat zyrtare si dita e presidentit, por edhe kemi vizitat e zakonshme nga qytetarë dhe nga kori diplomatik të cilët ndodhen në Kosovë. Me herët kishim vizita edhe nga SPAK-u I Shqipërisë dhe aktorët e gjykatave kushtetuese në Kosovë. Gashi ka thënë se muzeu është I hapur nga e marta deri të shtunën nga ora 10 deri në ora 17. Objekti ku ndodhet Muzeu Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova, fillimisht ishte selia e Kosova Filmit deri në vitin 1988, kur ju dha në shfrytëzim shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, kryetari së cilës ishte Ibrahim Rugova. Kurse nga viti 1998 e deri në vitin 1999, në këtë objekt funksionoi edhe zyra e presidentit Rugova. Gjatë luftës në vitin 1999, objekti u dogj nga forcat serbe. Pas luftës u rinovua dhe nga viti 2004 funksionon si muze me emrin Shtëpia e Pavarësisë, vënë nga vet Rugova. Ndërsa në vitin 2007 mori emrin Muzeu Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova. Muzeu Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova menaxhohet nga Muzeu Kombëtar.